Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vëlla i dashur Esmerald, e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili me mirësinë e tij dhe begatinë e tij po na mundson të mësojmë rreth shkencës së tajwidit, e cila me të vërtetë është një shkencë e rëndësishme ndër shkencat e fesë, e cila na mëson që ta lexojmë librin e Allahut azza wa jall ashtu qysh ka zbritur, ashtu qysh e don Allahu, ashtu qysh ja ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve pa gabime. Sot me lejen e Allahut azza wa jall do të vazhdojmë me një mësim tjetër dhe si vërejtje në fillim po kam dëshirë ta kesh atë qartë Esmerald edhe jo vëllezër dhe motra të nderuara, se këto mësimet e radhës që do t'i mësojmë janë me rëndësi të veçantë në shkencën e tajwidit, janë me të vërtetë boshti korrizor në këtë shkencë. Prandaj kisha pas dëshirë që të keni kujdes, të kushtoni vëmendje dhe të koncentroheni mirë në këto mësime. Shembujt të cilët do i përmendim me lejen e Allahut azza wa jall edhe një herë po ja kujtoj që edhe ju t'i përsëritni të nderuar, që kështu të përfitoni maksimalisht. Mësimi i radhës është idghami. Idgham arabisht do të thotë me fut diçka në diçka tjetër apo me u shkri. Në terminologji është shqiptimi i dy shkronjave si një shkronjë e shtrënguar, kur janë të ngjashme në vend artikulim apo në karakteristik. Shembujt do t'i sjellim me lejen e Allahut azza wa jall. Me rëndësi është të dihet se e para germ duhet jetë me sukun, do të thonë i pazëshëm, i pa theksuar, do të thonë statik, ku nuk ka as fetha, as damma dhe as kesra. Kjo është shkronjë që është statike, germ statike, pa zë. Dhe e dyta shkronjë kur vjen me zë, do të thonë është e thyeshme, e lëvizshme, me harake. Kur takohen dy shkronja prej shkronjave të shkronjave të gjuhës arabe, atëre ndohen në rregulla të ndryshme. E këtu, do të thonë, e kemi një rregull madhor që është rregulli i shkrirjes apo i bashkimit. Këtë me lejen e Allahut azza wa jall do ta analizojmë pak më thellësisht. Në parim, dietarët na kanë shpjeguar se 3 sebepe janë, apo 3 arsye pse realizohet idghami, apo pse shfaqet idghami, kur shkronja që është para është e njëjtë me shkronjën që pason, dhe ajo para është me sukun dhe e dyta është me harake, po është e lëvizshme, me zanore, po më fjalë tjetër me zanore. Këtu, nëse është e njëjta shkronjë, sikur për shembull, fala yusrif fil qatl, këtu duhet të më thonë të shtrengohet, të shkrihet, që janë dy fe, një është me sukun, e para është me sukun, e dyta është, më thonë, me kesra. Këtu çka ndodh, këtu duhet të më thonë të shkrihet. Fala yusrif fil qatl. Do më thonë këtu nuk lejohet të lexojmë fejen paraprake me sukun. Të themi për shembull, fala yusrif fil qatl. Kështu nuk lejohet, po duhet të shkrihet fala yusrif fil qatl. Kjo do të thonë veç si hyrje të kuptojmë arsyet. Pastaj do të thellohemi dhe do t'i shpjegojmë më detajisht. Pastaj arsyeja e dytë kur janë të ngjashme në vend artikulim dhe në karakteristik. Si për shembull, nuni me lam kur vin afër, kur është nuni me sukun, pastaj lami vjen me lëvizje, apo me harake, apo me zanore, atëherë çka themi? Walakin la yash'urun. Do të shkrihet, do të thonë walakin. Po nuk themi walakin la, po se themi walakin la. Te shembulli që e përmendëm parës ishin dy germa të njëjta. Do të thonë e kishim shembullin fala yusrif fil qatl, do të thonë fa me fa. Apo për shembull faqulna drib bi'asaka al-hajar, do të thonë ba me ba. Këtu e kemi tash ka ngjashmëri, do të thonë ka afërsi në vend artikulim dhe në karakteristik. Edhe këtu, do të thonë, vjen idghami, shfaqet idghami apo shkrirja. Apo futja e diçka në diçka tjetër. Arsyeja tjetër
e cila na udhëzon apo na obligon me përdor idghamin, është arabisht quhet at-tajanus, homogenizimin gjuhën shqipe apo përshtatshmëria fonetike. Çfarë do të thonë kjo? Që ta kuptojmë më qartë. Kur dy harfe kanë njëjtin vend artikulim, ama dallojnë në cilësi, në karakteristikë. Si për shembull del edhe te. Del, te. Do të thonë, e kanë venddaljen e germës e kanë të njëjtë. Mirë ama, dallimin ku e kanë? Dallojnë në karakteristikë. Se te është ndryshe me del. Po. Si shembull, do të thonë në formë të përgjithshme, tash veç kjo ka si hyrje pak, apo do ta shqelloj më hollësisht, pastaj kur ka la klasifikimet apo kategoritë të tjera do t'i përmendim. Këtu tek arsyet, si shembull, ujibet da'watukuma. Fillimisht po vjen ujibet, po shefni te. Ujibet. Po. Mirë po, pastaj po vjen i del me harake, me zanore. Çfarë po ndodh këtu? Do thonë këtu po shkrihet e para në të dytën, prandaj idgham. Po hyn germa e parë në të dytën. Prandaj, do të thonë po shkrihet dhe po realizohet idghami. Ujibet da'watukuma. Përsërite. Ujibet da'watukuma. Ujibet da'watukuma. Ujibet da'watukuma. Ujibet da'watukuma. A më tash ti çfarë bën një sukun, ujibet da'wat, nuk bën, me thonë ujibet da'watukuma, po ujibet da'watukuma. Me hy do në prej tes, hyn në de direkt, edhe vazhdon si një i shtrenguar, si një harf i shtrenguar, kjo është me rëndësi. Do thonë, kur realizojmë idghamin këtu e shtrengohet. Realizohet shtrengimi. Ta provojmë një herë? Këtu, në këtë shembull. Po. Ujibet da'watukuma. 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 Po. Do thonë kështu afërsisht. Ndërsa ajo që është shumë me rëndësi, do thonë të përmendet kur ka largësi mes, do thonë në vend artikulim, atëherë nuk lejohet, do thonë të bëhet idgham. Kur ka largësi at-tabaut, kur ka largësi në vend artikulim, atëherë nuk lejohet të bëhet idghami. Si për shembull, kul huwallahu ahad. Kul ma huwa. Lami, do thonë, është larg hes. Se lam, shko me lam me gjuhë, apo he me fët. Këtu duhet qartë të shqiptohet dhe nuk lejohet idghami. Po vazhdojmë tek klasifikimet e idghamit, dietarët i kanë ndajt idghamin në idgham të madh dhe idgham të vogël. Unë po përmendi idgham pasi që shpjegova se çka është, edhe terminologjikisht, edhe në aspektin gjuhësor, prandaj nuk duhet patjetër të përmendi gjithmonë edhe gjuhën shqipe, domethënë shpjegimin gjuhën shqipe. Por se secili prej nesh e din, edhe jo shikues të nderuar, e dini se çka është idghami. Siç thash, dietarët e kanë ndajt idghamin në idgham të madh dhe të vogël. Fillimisht kur vjen pas një shkronje, domethënë të njëjtë, që është me harake, apo vjen e njëjta shkronjë, pastaj me harake, atëherë këtu shtrengohet, edhe këtu kanë fol dietarët për idghamin e madh. Sigur për shembull, edhe këtu duhet të bëhet me tashdid pastaj. Sigur për shembull, ta'manuna. Kjo fjalë ta'manuna, si shembull, në Kur'an kur vjen në Kur'an, në surën Yusuf, këtu duhet do e mos të shtrengohet fuqishëm. Meja, apo jo? Nuni. Se dy nuna kanë ardhur. Po. E për me lehtësu këtë, dhe kanë bo një shtrengim. Amo një detaj që është mirë me ditë të ky shembull, në Kur'an e shihni një si lloj katrori të vogël. Ky shembull lexohet në dy forma. Një e kanë quajt ishmam, apo e dyta ikhtilas. Tash do ta shpjegoj se çysh lexohet me ishmam apo çysh lexohet me ikhtilas. Me ishmam duhet të shtrengohet në formë natyrale, do thonë ta'manna, ama këto që tash është me rëndësi të keni kujdes, duhet të bëjmë një rrumbullak tek buzët, që aludon se ka pas dhamme. Ta'manna. Kështu. Ta'manna. Do thonë, e bën shtrengimin në mënyrë natyrale,
Ama vetëm se i bashkon buzë në këtë formë, e bën një rrumbullak për me tregu se këtu ka pas një dhamme. Nuk kështu e kanë shpjeguar dietarët, ta'manna. Apo forma tjetër ikhtilas kanë thonë ku e shqipton nunin e parë me dhamme si formë të shpejtë dhe të lehtë. Ta'manuna, shpejt. Ta'manuna. Një shembull tjetër në këtë kategori, domethënë të idghamit të madh, e kemi po ashtu për shembull, qala atuhajjuni. Kjo, domethënë është në bazë ka qenë atuhajjunani. Ama pasi që ka ardhur domethënë nuni me harake, me zanore para dhe pastaj po përsëritet nuni me zanore tjetër, këtu në këtë rast pastaj po vjen me kesra. Këtu e kanë është shkri në formë të fuqishme, edhe domethënë u bë atuhajjuni. Domethënë e shtrëngon të dyjet. Edhe nuk thu atuhajjunani, po thu atuhajjuni. Shtrëngon. Apo një shembull tjetër, ma makkanni. Shiko, këtu te nuni ka ardhur thash pas nunit, domethënë si kjo në bazë ka qenë, domethënë ma makkanani. A kupton? Amo tash çka ka ndodhur? Domethënë pasi që kanë ardhur dy nuna, njëri ka ardhur me fetha, pastaj ka ardhur me kesra, u shkri edhe ka ndodhur idgham i madh, domethënë me shtrëngim. Ka ndodhur idgham i madh, edhe shkronja ka qenë e njëjta. Prej vend artikulimit të njëjtë edhe prej si karakteristike të njëjtë. Domethënë është shkronjë identike. Edhe këtë çish lexohet ma makkanni. Lexoj, ma makkanni. Po. Mirë. Kategoria e dytë të cilën e kanë ndajt dietarët kanë thonë është idghami i vogël. Idghami i vogël, pse quhet i vogël? Pasi në rastin e parë e patëm një harf i cili ishte me harake, me lëvizje, i zëshëm, pastaj u pasonte me një harf tjetër të zëshëm po ashtu. Ndërsa këtu kemi një harf që është sakin, do të thonë që është me sukun, që është statik, që është i pazëshëm, që është pa dhamme, pa kesra, apo pa fetha, do të thonë pa zanore. Statik, ky harf statik që pasohet pastaj me një harf tjetër i cili është apo germ, e cila është e zëshme, e cila është me harake, me lëvizje, apo me zanore. Kur ndodh kjo, këtu tash në bazë gjashmërisë ndodh idghami. Këtu dietarët kanë treguar se janë 3 kategori, të cilët do t'i shqellojmë në vijim me lejen e Allahut Azza wa Jall, po si shembull, si hyrje, domethënë një shembull, këtu e kemi fama rabihat tijaratuhum. Ta, domethënë është harf me sukun. Ka ardhur pastaj një harf i njëjtë me shka me kesra. E çfarë bëhet këtu? Domethënë bëhet shkrihet, edhe idghami. Domethënë bëhet një, ama shtrengohet. Kjo shumë e rëndësi. Fama rabihat tijaratuhum. Lexoj rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Ti po thu me sukun habet, pas sukun. Do të thuje bëne idghamin, prandaj këtu do të vjen shfaqet idghami, sepse shkrihet. Do të thonë futet e para në të dytën, edhe shtrengohet. Rabihat tijaratuhum. Çfarë më mirë. Një detaj tjetër të cilën e kanë ndajt dietarët, domethënë kjo shumë edhe kjo më e rëndësishme, e kanë ndajt po ashtu nga një aspekt tjetër kanë thonë apo përthithet, domethënë shkronja komplet, totalisht, këtë e kanë quajtur idghami i plot, apo domethënë nuk po përthithet totalisht. Qysh totalisht nga aspekti i domethënë i germës dhe cilësisë. Domethënë apo hyn totalisht ajo, në bazë kësaj ne kanë ndajt, a është idghami i plot apo idghami i mangët. Tek idghami i plot për shembull, është si shembull është që kemi mundësi me sjell, si që sallëm më herët, do të thonë nga ky aspekt që kanë ndajt këtë klasifikim, ujibat da'watukuma. Kjo do të thonë teja, do të thonë po bëhet komplet po hyn në del.
Apo da'watukuma. Po shtrëngohet edhe po vjen te del. Po zhduket totalisht në shqiptim. Edhe ti po vazhdon, domethënë, me shkronjën e dytë e radhës që po vjen me shedda, domethënë me shtrëngim. Këtu domethënë ka ra te edhe ka u bë del. Prandaj këtu a ke mundësi me përsërit? Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Po, veç mos e ndaj domethënë te me del. Apo një shembull tjetër klasik, mir rabbihim. Mir rabbihim, domethënë nuni po zhduket komplet po hyn te raja. Jo min rabbihim, po min nuk po ashtu, jo min rabbihim, po mir rabbihim. Prandaj edhe e kanë quajtur idgham të kompletuar, të plot nga ky aspekt. Do thonë gjithmonë klasifikimet i ndajnë në forma të ndryshme dietarët, nga aspekte të ndryshme. E këtu tash e kanë ndajtur nga aspekti a është i plot, a është, do thonë, jo i plot. Qartë. Këtu është, do thonë, ku nuk mbet asnjë cilësi e germës apo e cilësisë së germës. Te kategoria tjetër që e kanë përmend dietarët në këtë sferë, kanë thonë tek idghami jo i plot apo i mangët është ai që, do thonë, germa hyn në të dytën, do thonë, ajo zhduket ama mbet diçka prej cilësive të saj. Mbet diçka prej cilësive të saj. Do thonë, dihet diçka prej cilësive të saj. Nuk është sikurse mir rabbihim. Ku komplet po zhduket. Tash shembuj këtu kemi, për shembull, minwaq. 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 Cila është shkronja që shkrihet këtu? Këtu nuni. Nuni. Min edhe waw. Po. Nuni me waw. Këtu janë disa shembuj, ama këtu e para domethënë që po e përmendem është nuni kur takohet me wawin. Do thënë nuni është me sukun, edhe wawi është, do thënë, i lëvizshëm, me haraka, me zanore. Minwaq. Përsëritë minwaq. Minwaq. Po. Men yaqulu. Men yaqulu. Men yaqulu. Men yaqulu. Do të më përdor, do thënë, tingullin hundor. Është shumë i rëndësishëm. Thënë po. Basatte. Shiko, këtu për shkak tash ky ka hyrë tek se në fillim ti duhet domethënë të hysh në ta, ama nuk guxon të ndalesh me sukun, por se të vazhdosh me te. Besat te, që do të trajtojmë më vonë. Besat te. Besat te. Besat te. Po. Apo kjo domethënë ke tash taja me te. Tash vjen kafi me kef kur takohet, do të thonë kafi me sukun, ndërsa kef me haraka, me lëvizje, me zanore. Alam nakhluqkum, shikoj, nakhluqkum. Përsëritë. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Po, nakhluqkum. Nakhluq. Hyet në kaf fillim, ama nuk, do të thonë, nuk bëhet ajo ndarja që me vrejti kafin, qartë. Por se vazhdohet me hyrje, për shkak është idgham, hyrje në harfin tjetër, në germën tjetër, e cila është kaf, që është nga i njëjti vend artikulim. Po. Ama nuk ka njëjtën cilësi, nuk ka njëjtën karakteristik. Prandaj duhet të pas kujdes. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Përsëritë. Alam nakhluqkum. 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 Në këtë formë duhet të shqiptohet. Don ky është idghami i mangët. Tek idghami i vogël, që përmendëm më herët, kur i ndajtëm idghamin e madh dhe idghamin e vogël, e tham se dietarët i kanë ndajtur në 3 kategori. Tash po him me shpjegu këto 3 kategori. Kategoria e parë është kur germa pasohet me të njëjtën germë. Një germ që vjen para, do të thonë me sukun, pastaj vjen tjetra germ me e lëvizshme, e cila është e njëjta germ, do të thonë germa identike. Do të thonë këtu flasim për idghamin e shkronjave apo germave identike. Këtu kanë thënë dietarët mutamathilan. El harfan el mutamathilan. 2 germat identike. Shembuj për këtë, kemi shumë shembuj. Por se ne do t'i përmendim disa me lejen Allah Azza. Për shembull, wa qad dakhalu, këtu del, po vjen del, këtu vjen me sukun. Pastaj vjen po pason një del me haraka, me lëvizje, e këtu ç'a ndodh?
këtu shtrëngohet. Hyn në të dytën, apo shtrëngohet, do të thonë bëhet e fuqishme. Edhe këtu në Kur'an tek e para gjithmonë hiqet, do të thonë asnjë shenjë nuk mbehet aty, nuk ilustrohet me asnjë shenjë, ndërsa në të e dyta vendoset një shedde, një tashdid, do të thonë, një shtrëngim. Këtu për shembull, lexoje وقد دخلوا وقد دخلوا shtrëngon. وقد دخلوا Çashtu. Pra nuk thu وقد دخلوا, por se thu وقد دخلوا. Se është e njëjta shkronjë, thonë është shkronja identike. Prandaj idghami I gjermave identike. Në qartë. Këtu me lam, për shembull, dy lama kanë ardhur. Bel la tukrimun. Bel la tukrimun. بل لا تكرمون Bel la tukrimun. بل لا تكرمون Yudrikkumul maut. Yudrikkumu. Yudrikkumu. يدرككم. Ajo që është me rëndësi të dini shikues të nderuar se nëse vjen, do të thonë nëse vijnë dy shkronja të njëjta, një pas një. Amo ajo përpara, do të thonë vjen me e lëvizshme dhe ajo që vjen pas vjen me harake. Atëherë, do të thonë nuk lejohet këtu të bëjmë, do të thonë nuk lejohet këtu të bëjmë një idgham. Sikur për shembull ya'lamu ma. Nuk do të thuhet ya'lam ma. Apo ya'lam ma, nuk lejohet. Por që thuhet si Ya'lamu ma. ya'lamu ma ndar, do të thonë. Po, apo këtu, apo tek med, kur ka med për shembull, ato janë dy shkronja të njëjta që pasohen, ama e para është me med, nuk lejohet, do të thonë të bëhet një shkrimje idgham, pasi që lexohet ndryshe. Isbiru për shembull, isbiru wa sabiru. Këtu ka ardhur wawi, ama kjo duhet të lexohet me med. Do të me zgjatim, edhe nuk lejohet të bëhet idgham. Apo fi yawmin, fi pas, do të thonë pas fes po vjen një je, edhe pas jes po vjen një je tjetër. Këtu e kemi me sukun, ama është med, ose lidhet me fi. Po. Është, do të thonë zgjatim natyral. Pastaj po pason me je me fetha, do të thonë me zanore. Këtu nuk lejohet për shembull të bëjmë idgham, por se lexohet fi yawmin, fi yawmin. Fi yawmin. Po. Është si, do të thonë si përjashtime që duhet të ketë kujdes. Përmendim edhe disa shembuj tjerë me idghamin e shkronjave identike, el harfani, el mutamathilani. Këtu për shembull e kemi wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Idh dhahaba. Idh dhahaba. Jo, nuk thot idh dhahaba, po se idh dhahaba shtrëngohet, shkrihet, prandaj idgham Idh dhahaba. edhe shtrëngohet, po, idh dhahaba, mirë. Apo, qul la ashhad, qul la ashhad. قل لا أشهد. فلا يسرف في القتل، يسرف في القتل، يسرف في القتل. يسرف في القتل. Këtu për shembull fil qatl, këtu qatl është me qalqale. Kjo nuk ti do të thonë shqiptohet me qalqale. Fil qatl. Fil qatl. Nuk lejohet me qalqale të thuhet. Nuk lejohet të thuhet fil qatl, qatl. Por se fil qatl. Fil qatl. Po, çashtu. Idhhab bi kitabi, idhhab bi kitabi. Kjo shembull shumë I bukur, do të thonë përpara kemi be me sukun, pastaj po vjen be me kesra. Kështu që çka bëjmë këtu? Bëjmë idgham. Po. Shtrëngojmë, edhe dy shkronja janë identike. Po. Të bëhet një, ama e shtrenguar. Idhhab bi kitabi. Idhhab bi kitabi. Mirë. Apo një shembull tjetër po ashtu I bukur, len nasbir, len nasbir, shtrengon nunin. Len nasbir. Po. Hatta afaw wa qalu. Hatta afaw, këtu është me rëndësi është ky shembull është këtu te vavi. Po. Do thonë afaw wa qalu, do thonë shtrengohet vavi, bëhet një, shtrengohet, shkrihet. عفوا وقالوا عفوا وقالوا عفوا وقالوا shtrëngimin e bën te wavi jo më herët عفوا وقالوا عفوا وقالوا جاءتكم موعظة جاءتكم موعظة
Mundohet, se ai që mundohet arritave. Mundohet. Edhe një herë. Ja'atkum maw'izatun. Ja'atkum maw'izatun. Ja'atkum maw'izatun. Gabib. Ja'atkum maw'izatun. Shtrengon temën. Ja'atkum maw'izatun. Mirë, maw'izatun fond. Tekbir. Mirë. Kështu shikues të nderuar edhe jo provoni me i përsërit këto shembull edhe pse ndonjëherë kemi sfida, do thonë ata që mundon me mësu, sikurse në këtë rast në disa raste kemi sfida nga ona e Esmeraldit, por se ato do thonë duhet të mundohemi ti të i kalojmë sa më mirë. Do thonë kjo ç'është ndodh kur ta ushtrojmë, kur ta përsërisim. Kjo na lehtëson, do thonë përmirësimin, rrugën e përmirësimit. Një shembull tjetër ku nuk duhet të bëhet idghami, siç e përmendëm më herët tek çështja e medit, të zgjatimet, që zgjatimet do të vinë si temë në veti, por se kur vinë dy shkronja një pas një, do të thonë identike, amo ajo është pjesë e medit. Aty nuk lejohet të bëhet idgham. Si për shembull këtu, huwa alladhi yurikumul barqa. Huwa alladhi yurikumul barqa. Huwa alladhi yurikumul barqa. Yurikumul barqa. Yurikumul barqa. Këtu është mirë të dihet se i kemi, domethënë, jen para plake Edhe je. Edhe je, ama këtu nuk lejohet për shkak se është pjesë e medit, e të zgjatimit. Prandaj duhet të shqiptohet, do të thonë je që pason dhe ajo jeja përpara është pjesë e zgjatimit. Është një shembull ku dietari Hafs, më thonë, ka leju të bëhet edhe në mënyrë të qartë të shqiptohet, apo edhe të bëhet idgham. Si për shembull këtu, ma aghna anni maliya halaka anni sultani, sidomos nëse vazhdohet. Apo të thuash ma aghna anni maliya halaka anni sultani. Do thonë të dy format i ka leju edhe me idhar, do thonë në qartësim, në formë të qartë, po edhe me shkrirje me idgham e ka leju, do thonë dietari Hafs me kirajetin e të cilit lexojmë Hafs an Asim, që kemi shpjeguar më herët, do thonë kirajeti i Hafsit që ka transmetuar nga dietari Asim ibn Abi Nujud. Ky është pra idghami i shkronjave identike. Tash me lejen e Allahut azza wa jall po shkojmë te kategoria tjetër, e cila është idghami i shkronjave të ngjashme. Çfarë do të thonë të ngjashme? Të ngjashme janë në vend artikulim dhe në cilësi. Kanë ngjashmëri. Kjo del pa apo shfaqet kur kemi kafin me kaf, apo del me dalt, apo te me the. Do thonë që pasohet pastaj. Do thonë fillimisht e kemi me sukun, pastaj do thonë shkronja tjetër është e ngjashme, që thash në vend artikulim, po edhe në cilësi, në karakteristik, që vjen me z, është e zëshme apo është me harake. Këtu çfarë duhet të bëhet? Do thonë duhet do e mos të ndodhe idghami. Duhet patjetër të ndodhe idghami ku shkronja e parë, do thonë, përthithet në shkronjën e dytë. Shkronja e parë përthithet në shkronjën e dytë. Sikur për shembull kur bashkohet germa kaf me kaf, apo del me dad, apo te me the, apo lam me ra, për shembull. Dhe tash do t'i përmendim me lejen e Allahut azza wa jall disa shembuj. Këtu për shembull këtu kemi wa qur rabbi zidni ilman. Këtu e kemi qul Rabbi, apo lami edhe raja janë të ngjashme, të afërta, për afërta. Prandaj quhet el harfan el mutaqariban. Do thonë dy germa që janë të afërta. Të afërta në çka? Në vend artikulim, në vendaljen e germës dhe në karakteristik. Sepse lami edhe raja e kanë një vend artikulim, një vendalje, mirë po kanë dallim në çka? Në cilësi. Se lam dallon me ra. Do thonë nuk janë identike. Ajo që ka identike e ka përcym më herët. Tash e kemi këtu të ngjashme. Pra për me pru lehtësim, sepse feja Allahut azza wa jall përgjithësi synon gjithmonë sjelljen e lehtësimit. Edhe këtu vetëm për këtë arsye kanë ardhur, do thonë këto lehtësime, se në shqiptim është për neve më lehtë me thonë wa qur rabbi, direkt rabbi, sesa me thonë wa qul rabbi, lodhesh, do thonë mundohesh më shumë, se për njëjtit vend artikulim po del shkronja, germa. Prandaj, do thonë është sjellë si formë lehtësimi kjo. Wa qur rabbi. Ky ajet i bukur, wa qur rabbi zidni ilman,
Për o Zot, thuaj, o Zot, çto më dijen, një dobi ansore që kemi mundësi me përmend këto, edhe pse nuk është tema jonë, kjo është tema të gjytit, por se bën me shtu me një dobi. Imam Kurtubiu, rahimahullah, ka thonë për këtë ajet, sikur të kishte diçka më të vlefshme tek Allahu subhanahu wa taala, se sa dija. Allahu e kishte pas me urdhëru të dërguarin e tij që të kërkonte, domethënë për t'ia shtuat, sikur që ka urdhëru me kërku që t'i shtohet dija. Subhanallah. Prandaj, domethënë kjo kallëzon për pozitën e lartë, edhe vlerën e lartë, rëndësinë e madhe të dijes. Se çfarë peshë ka dhe çfarë pozite ka tek Allahu subhanahu wa taala dija. Shembulli tjetër, barrafa'ahu Allah. Barrafa'ahu Allah. Barrafa'ahu Allah. Ahullah. Shiko, bel, këtu ke ardhur bela, po pastaj ka ardhur raja, kjo po shkrihet ashtu totalisht. Po shkrihet domethënë dhe e dyta. Barrafu. Barrafa'ahu Allah. Barrafu ahullah. Barrafa'ahu Allah. Barrafa'ahu Allah. Po. Këtu një vrejtje është mirë të kemi parasysh se ka raste, domethënë ku vjen lami, ama kjo është shumë e rrallë. Ku vjen lami, pastaj raja, edhe nuk duhet të bëhet idgham. Pse? Për shkak sektit. Do të sektit që kemi përmend, kur ndalesa, për shembull këtu kella bel rane. Ndalesa ku nuk lejo të marrësh frym, po të vazhdosh pastaj. Do të thonë bën një ndalesë të vogël, nuk merr frym edhe vazhdon. Kella bel rane. Do të thonë nuk merr frym, vazhdon, këtu nuk bën idgham. Kupton? Prandaj, do të thonë është mirë me pas parasysh këtë detaj. Kur të kenë sekt, do të thonë aty nuk bën idgham. Pastaj kemi shembullin tjetër me tenwin, kur pasohet me waw, me të vërtetë duhet me pas kujdes që të shkrihet të bëhet idghami. Waliyan wala nasira. Waliyan wala nasira. Do duhet të shtrengohet. Pastaj, do të thonë kemi nunin sakin, do të thonë me ja. Min yawmihim, min yawmihim, min yawmihim. Min yawmihim. Po, min rabbihim. Min rabbihim. Mimma, nuni, po sot me mim. Mimma, po shkrihet totalisht. Po. Mimma. Min ladunhu. Nuni, po shkrihet me lam. Po, min ladunhu. Nuni sakin, me lam me haraka, i cili pasohet me la haraka, edhe çka ndodh, atëherë bëhet me tashdid. Min ladunhu. Ka pas, do të thonë një divergjencë tek shkronjat në fillim të surave, që janë el-huruf el-muqatta'a, për shembull ta, sin, mim, a duhet të bëhet idgham, do të thonë Hafsi e ka që duhet me bëj idgham, do të thonë duhet të lexohet ta, sin, mim. Do të hyjet këtu. E disa tjerë kanë thonë që duhet të shqiptohet nuni, të ta, sin, mim. Mirë po, do të siç thash, kjo transmetohet nga Hafsi, nga të gjitha rrugët e Shatibijut, do të thonë këtu çka duhet të bëhet, idghami duhet të bëhet. Këtu duhet të kemi edhe kujdes. Pastaj, do të thonë një shembull tjetër që vazhdon ku është kafi, do të thonë kafi me sukun që pasohet me kaf, me haraka, me lëvizje. Këtu qysh e thamë edhe në fillim një shembull, alam nakhluqkum. Këtu do të thonë duhet të realizohet idghami. Patjetër. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Hynë në kaf, ama nuk ndahesh, nuk shkputesh, që të vrehet kafi qartë. Por që ndodh, vazhdon me kaf, edhe shtrengon. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Po. Pastaj lami i shquar tek të gjitha germat që janë të diellore, si shembull kemi se ka disa shembuj këto, do të thonë ne i dim se janë gjysa e shkronjave janë prej shkronjave që janë diellore, ku duhet të shkrihet, duhet të ndodh idghami, duhet të ndodh shkrirja. Si për shembull, ihdinas siratal mustaqim. Do të thonë përpara kemi lam, që është me sukun, apo? Amo pastaj do të thonë e kemi sadin, që është i zëshëm, është do të thonë me harake, është me zanore, këtu çka thonë nuk themi اهدنا الصراط المستقيم، po themi اهدنا الصراط المستقيم. Apo themi فالزاجرات
nuk themi fel zajirati, po themi Fazzajirati. fazzajira dhe shtrengohet, do të thonë këtu hyn edhe të shtidje në fuqi edhe shtrengohet. Edhe pastaj kemi do të thonë me të gjitha shkronjat kemi për shembull wat-tur, wath-thamarat, الثمرات për shembull as-sirat, ar-rahman, at-tanad, ad-dallin për shembull ad-dad, nuk themi el-da, po ad-da, shtrehim do të thonë bëhet një idgham edhe shtrengohet, edhe shkrihet totalisht, do të thonë realizohet idghami, apo الذئب الذنب الناس الدين السماء الظالمين الزكاة الزكاة الشجرة për shembull. Këto janë do të thonë disa shembuj që kallëzojnë se duhet patjetër të bëhet idghami. Do kjo është një prej shembujve që i kanë sjell dietarët, do të thonë këto një kategorive që i kanë fut nën këtë kategori. Këto ishin pra germat që janë të ngjajshme në vend artikulim dhe në karakteristik. Në mësimin e radhës do të analizojmë pak edhe kategorinë e fundit që janë germat homogjene. Dhe do t'i trajtojmë disa shembuj në këtë kategori. Deri atëherë ju lë në përkujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.